Një lokal buzdetit në Durrës, brenda një ambient luksoz, vere shtrenjtë dhe eshtje, por në fasadën e qetësisë fshie një nga qendrat operacionale të një rjeti të frikshëm droge që përshkonte Europën. Në skenë Delai, Adi Çoba, i njohur ndryshe Bisha, autoritetet italiane zbuluan se Adi Çoba ishte truri, dirigjenti, koka e një organizate kriminale që lëvizte tonelata heroine dhe kokaine nga Shqipëria dhe Olanda drejt zemrës së Italisë. Nga Durrësi ai kontrollonte gjithçka, dërgonte korrier, organizonte transportin, mbulonte pagesat dhe merrte fitimet, miliona euro që fshiheshin në biznese të pastra. Operacioni koduar Ura, i zhvilluar nga Prokuroria Antimafia e Barit, me ndihmën e SPAK, zbuloi një rrjet të organizuar me 52 antar, të shpërndar në Shqipëri, Itali, Gjermani, Belgjikë e Holand. Në përgjime ai quhej thjesht Bisha, një pseudonim që nuk ishte rastësor, i ftohtë, i llogaritur dhe brutal në drejtimin e një prej perandorive më të mëdha të trafikut të drogës në Europë. Sipas dosjes hetimore, sasia e drogës vinte nga Amerika Latine, përpunoheshin nga strukturat e organizatës në Holandë dhe Shqipëri, më pas kalonin në Itali, ku shpërndaheshin në Bari, Brindisi dhe Lecce. Por Adi Çoba nuk ishte vetëm. Në këtë skem, bashkëpunëtorët shqiptar luan një rol e kyçe. Erigel Spresi, Elvis Doçi, Agron Ganaj, Nureddin Kiptiu, Ekil Ndërjaku, Zenit Shtraza, Indri Tafili dhe të tjerë, secili me detyra të përcaktuara: ruajtje, transport, shpërndarje, përpunim. Në Itali emrat e përfshirë shtohen nga Massimiliano Fiore te Caputi Francesca, të gjithë aktiv në menaxhimin e drogës dhe logjistikës. Korrierët udhtonin me linja të rregullta, në pamje të parë si çdo udhëtar tjetër, por brenda valigjeve apo trupave të tyre fshihej një biznes që ushqente tregun europian me drogë të fortë. Autoritetet thonë se rjeti ka përfituar miliona euro në pak vite. Në Durrës, ndërkohë, është sekuestruar dhe lokali Felix Vinum, një pasuri e Çobës që dyshohet si pikë takimi dhe pastrim parash. Një rjet që i kishte të gjitha: hierarki ushtarake, rregull, eshtje dhe frikë. Por tani perandoria e Bishës po shembet. Për momentin, hetimet vijojnë.